Fëmijët neurodivergjent me trajta të spektrit autizmit frekuentojnë shkollat për fëmijët neurotipik. Zgjidhja magjike që është gjetur është mësuesi mbështetës. Sistemi, shkolla, prindrit kanë pritshmërinë që këta fëmijë të përshtaten, të jenë si fëmijët e tjerë, të mësojnë nga ata. Por cili është në fakt realiteti? Fëmijët neurodivergjent hasen me vështirësi dhe me sfida sociale, emocionale, me vështirësi në mbarvajtjen shkollore, me shpërthime, me refuzime. Prindër që janë të shqetësuar që fëmia i tyre nuk po përshtatet në shkollë. Mësues mbështetës që kanë në fokus të ruajnë fëmijën, të kujdesen që ai të mos pengojë apo të bëjë zhurmë fëmijëve të tjerë. Si mund të presim që një fëmijë neurodivergjent të performojë në një ambient dhe në një shkollë që nuk i përgjigjet në asnjë resurs dhe në asnjë dimension specifikave dhe trajtave të tij? Unë mendoj që ka ardhur koha që ne si profesionistë dhe prindrit të pranojnë neurodivergjencën, të pranojnë që fëmijët neurodivergjent kanë nevojë për hapësirat e tyre, për mjetet e tyre, për ambientet e tyre që të mund të shprehin potencialin dhe që t'ju përgjigjen nevojave specifike që ata kanë.